Kalojmë në Kosovë, rezultatet preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për garat me balotazh në 18 komunat Kosovës të mbajtura me 9 nëntor krijuan një balancë të re lokale mes partive politike me fuqi pothuajse të barabartë. Bazuar në të dyja raundet e votimeve për kryetar të 38 komunave, Lëvizja Vetvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës fituan secila nga 7 komuna. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 6, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ruajti udhëheqjen në 5. Nisma Socialdemokrate e Partia Turke dhe Iniciativa e Ramis Ladrovci siguruan nga një komunë secila, ndërsa Lista Serbe ka kontrollin në të 10 komunat me shumicë serbe. Zgjedhjet lokale u zhvilluan në një kohë të paqartësive politike në nivel qendror, teksa mbetet e hapur çështja nëse Kosova do të ketë një qeveri të re apo do të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Kjo do të qartësohet deri më 19 nëntor kur përfundon afati për mandatin e LVV-s Glauko Njufca që të formojë edhe paraqes qeveri në kuvend.